shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte jemi në komunën e Ferizajt dhe së bashku me ne është kryetari i komunës së Ferizajt, Bajrush Gjemaili. Mirëdita. Gjithashtu me neve kemi anëtar të opozitës dhe shoqërisë civile si dhe gazetar të komunës së Ferizajt, të cilët janë Fadil Halili nga LDD, Shefqet Bajrami nga LDD, Hamdi Sherimi nga LDK, Bart Franku, gazetari gazetës Ekspres, Megjite Lubishtani nga organizata jo qeveritare AJO, Ramadan Iljazi nga Fol 08, aksioni Fol 08, Albulena Sadiku nga organizata jo qeveritare IMPO dhe Sali Salihu nga OSBE-ja. Mirë se keni ardhur, faleminderit që keni ardhur. Së pari së bashku, po e shikojmë premtimet që i ka dhënë zoti Gjemaili para një vjeti. Zoti Gjemaili? Sa i përket prioriteteve, një prioritet e kam ngritur si parlamentar në Kombëtin e Kosovës, çështja e korrupsionit që përmend edhe këtu. Sigurisht që çështja më emergjente është mbrojtja e kalimtarëve që të rrezikohen, siç janë rrezikuar dhe kanë humbur jetën. Si do ta bëni këtë konkretisht? Mund mbikalime, patjetër të bën dhe s'po atje dhe mbrojtje. Sa kushton mbikalimi? Po mbikalimi nuk kushton, doni s'kem kalkuluar, por nuk kushton ku më ditë çka, është një problem. Duhet tregu se ekziston një problem për shkak të kompetencave që ka AKM-ja në këtë drejtim, po besoj që do të bindim dhe do të bëjmë presion që kjo çështje të realizohet. Mendoj më shumë aty është problemi se diku në gjetje. Prioriteti i dytë e i tretë? Prioriteti i dytë thash se është ujësjelsi, për cilën do të investojmë aso, do të kemi mjete, por jo të kryet për një mandat ashtu si thash edhe prioritetin e tretë, kanalizimin. Do të bëjmë pjesë, faza, natyrisht. E cila faza parë për 2 vjet mandat juaj? Po faza parë është që të përfundohen disa punime, cilat kanë qenë. Cilat punime? Punime që kanë qenë që të sigurohet ujë deri do të thotë aso edhe përmban fabrika e ujit deri në 200 litra për sekond. Do të thotë që e përpunon atë ujë. Në rrjetin ekzistues, po, dhe faza tjera sigurisht që vinë më vonë. Fazë parë do e zgjeroni. Çka po më thënë? Do e zgjeroni rrjetin ekzistues. Jo, e kam fjalën që nuk ka të bëjë këtu me rrjetin ekzistues, po me prurjen e ujit, se uji ka 80 deri në 120 litra në sekond. Dhe kjo të shtohet deri në mos 200 litra për sekond. Prioriteti i tretë për ju? Prioriteti i tretë thash që kanalizimi, i cili po ashtu është i nevojshëm një kolektor, i cili duhet përshkoj për gjatë prizit tumit në rëdime deri në Gurës. Për kaq patëm kohë, zëni Ibrahimi. Si do ta ndoni ju buxhet në komunës? Buxheti pra u tha është dikun 2.300.000, dhe sigurisht që këto duhet një menaxhim vërtet racional. Në ndarja këtyre tyreve do të jemi detyruar faktikisht të i bëjmë për prioritete infrastrukturore urgjente, se edhe ashtu në aspektin e perspektivës do të shumë të holla për ta menaxhu krejt këtë çështje, por ato që kanë urgjente, sidomos uji, i cili 40% nuk ka edhe do të rrjet në qytet, që aty duhet të investohet patjetër. Pastaj sa kushton ai investim? 40% që s'kan më dhënë ujë, sa kushton? 40% i atij rrjeti dhe rrjeti të prishur sigurisht që kushton dikun afër 1 milion. Ndërsa kemi bërë analizat. Ndërsa ju metën në 1 milion. Sa i përket rrugëve, infrastrukturës rrugore, i kemi të përcaktuar lokalitetet ku janë më të nevojshme, siç është rruga Greme, Goçk, Banjic, rruga për Jezerç dhe rruga për Mirash. Do të thotë 3 prioritete janë sa i përket shatrat, jo, këto kanë qenë edhe përpara në prioritet, por nuk janë realizuar nga 2 mandatet e mëparshme, edhe pse gjithëherë është tonë. Ndërsa orientimi ynë strategjik është krijimi i infrastrukturës të nevojshme për zhvillimin ekonomik. U tha dete zona industriale, dërgohet uji, rryma nevojshme, kanalizimi,
Do të thotë Sa kushton ky investim? po ky investim unë mendoj që nuk mund të bëhet për një mandat, por natyrisht pjesë. Ajo që do të jetë më e nevojshme. Cila pjesa që ju do ta bëni në mandatit e juaj? Cila pjesë? Do të jetë kanalizimi në rëndëpare. Për që pjesë po mendoj, jo për. Po e përfundoj pastaj japim. Këto ishin premtimet që i keni dhënë para një vjeti, zotëri Xhemaili, a mundeni me u bë real me vetveten edhe me abune analizë vetvetes, se çka keni mujt me arrit e çka s'keni mujt? Po, mendoj që kjo është një pjesë e premtimeve të mia që kam dhënë për gjatë fushatës elektorale. Unë konsideroj që për një tretën e mandatit aty dikon jemi, unë i kam të kalu gjitha edhe premtimet e mia, po edhe parashikimet e mia. I keni të kalu? Po sigurisht, edhe një po një mund t'i nëmroj këto janë një pjesë po thënë, por që i kam të kalu krejt këto çka u tha këtu, mendoj që mund veç në mënyrë telegrafike t'i thëmë pak fjallë. Për shembull, po? Për shembull, gjatë projekte me 8.5 milion ose janë realizuar ose janë duke realizuar. Sa i përket ujit që thamë, jo 740, po 7.400 metra, po 74 kilometra, ose janë kry, ose janë fazën e tenderimit apo të kryerjes punimeve, ndërsa 35 kilometra kanalizim që përmanë këtu. E kam të i kalu edhe parashikimin tem po them. Pastaj ka edhe sa i përket çështjes së ujit veç është kryt shtunën, faktikisht ajo që ka u premtu këtu. Dhe i stash është doshtë me pritë që të vikendër e fundit dhe keni Jo, këtu ka që ndoshtë kryet dikun verës, po ka pos probleme me qytetarë që kanë pengu. Mendoj që e meritojmë një falënderim sinqerisht që kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme me stafin me i binë që duhet liru ato, jo përmes policisë e tjera, po thjesht për të mirën e qytetarëve, sidomos në Pleshin dhe në Hurrën e Peshqve në rëdime. Qytetarët na kanë pas ujë deri tash, kanë prej këtij vikendi kanë për një herë ujë, a do me thonë disa më kanë pyet me ju pyet, a do me thonë kjo që do të vazhdoj kështu apo si do të jemi ne këtu, prapë do të kemi ujë? Promovimi është varur edhe prej zvistranëve, që i falenderoj për gjitha ato donacione. A do të kenë tash ujë 24 orë Ferizajlit ajo? Nuk do të thotë që është zgjidhur çështja e ujit në Ferizaj. Do të ko edhe mjete për të zgjidhur. Por shkak se është një problem i madh, Ferizaj mendoj që ka pas më spak të ujë nga gjitha komunat për kokë banore, por që tash mendoj që megjithatë është zbut ajo. Deri në çfarë mase o zgjidh, domethënë po realisht kem kalkuluar që 350 litra në sekondë duhej, ndërsa do thotë tash janë 200 litra në sekondë. Çish përkthehet kjo në jetën e qytetarit? A sa orë më shumë në ditë kanë ujë se që kanë pas përpara? Kryesisht do të kenë ujë, po problemi ka qenë edhe i rrjetit të ujësjellësit, që kanë mungu 40% të rrjetit të ujësjellësit, e që tash për herë të parë 10.000 banorë kanë ujë, do të thotë se ne kemi zgjeruar rrjetin për 10.000 banorë. Kështu që me një formë është zbut më shumë të madhe çështja e ujit, po për të zgjidhur krejt duhet, unë kam projekt që është kushton 23 milion, komuna nuk ka mundësi me bani pend, prandaj kam drejtuar konferencës donatorëve dhe natyrisht nëse jo konferenca donatorëve të qeveria na ndihmoj, për ndryshe ne po bëjmë përpjekje përmes sidomos qeverisë zvistrane që ta zbusim problemin edhe në përfshatra, që dikun 15 fshatra veç nënde kanë, po disa tjerë që jemi duke futur. Mirë, për tema tjera, se çka është bo, po folim pasi që ta shikojmë në analizën tonë terrenit që është bërë me hulumtuesit e gapit dhe të birnit, lidhur me atë se çka është bo në mandatin e fundit. Okay. Ferizaj është komuna që të impresionon prej punimeve dhe zhurmës mjeteve që po i rrëzojnë objektet pa leje, kiosë që cilat e ngulfatnin më parë komunën e Ferizajit. Ndoshta gjëja më e mirë që ka bërë kjo qeveri është në të vërtetë lirimi i hapësirave publike. Banorët e Ferizajit nuk e analizojnë më premtimet që ka dhënë Bajrush Xhemaili, kryetari i komunës së Ferizajit, sepse tani janë të impresionuar me lirimin e hapësirës. Megjithatë jemi të kënaqur me punën që ka bërë Domon Komunal Komunal, me rrugë që ka shkatu, me kanalizime, me ujësjellë ta shkon e fundit, kënaqemi. Mas shumë që kena pas problemin në na përgju kryqe, për tash ka bon hapësirën,
dhe kom e bo 2 rrethë në komunën e Frejzoqit. Do më thonë, kom e pos lehtësim komunikacion juaj. Sipas opozitës, këto rënime që po bëhen janë në vend, por po bëhen pa ndonjë plan urbanistik. Që mas e 3 vjetë është në zhvillim e sipër hyrja projekteve zhvillimore urbane dhe komunale. Ato plane dhe sot e kësaj dite nuk janë hyrë, që është një dobësi të them e gjitha garniturave udhëhese që pas lirimit e këndej. Nuk mund të fajsohet vetëm garnitura e fundit, pra për ka 10 muaj, po megjithatë ai projekt është dashur të përfundohet, pra ka qenë edhe kontraktuar që të përfundohet për 6 muaj, edhe për 80 muaj e sa të udhëheqjes aktuale nuk ka arritur të përfundohet. Jemi këtu në fazën e ndërtimit të një parku të ri, të ish parkingu i invalidëve, të ish terminali i shkarkimit, shkarkimit të stacioni Ekorodhor, do të vazhdojmë me fazën e implementimit të një projekti të një mini parku të hapësira e Ishburgut të Qarkut, të pjesa ku kryqëzohen rrugët epopeja e Jezercit, 12 qershori, jemi duke ndërtuar rrethin të kazerma e të në kës. Ka edhe asa raste që ka të punësuar edhe një 2 poste, veçanërisht ne kemi pas kur edhe këshilltar ka qenë edhe zanës, edhe nën kryetar edhe zanës i kuvend komunal. Unë jam nën kryetari i komunës, por deklarohem edhe për mediat me emër të kabinetit kryetarit. Mirë po, a është mbajtja e 2 posteve metodë për me mujt me kontrollu më mirë punën e kuvendit komunal, apo Është frika për të humbur kontrollin, sidomos kontrollin e informacionit. Personat që punojnë nga 2-3 poste kontrollohen më lehtë dhe ndin gjithmonë çka po ndodh brenda institucionit të tyre. Kanë kaluar 10 muaj prej se kuvendi komunal i Verizojit nuk ka aprovuar statutin i cili do të rregullonte kompetencat dhe punën e kuvendit komunal. Përkundër ligjit mbi qeverisjen lokale që e përcakton se mana 60 ditë do të aprovohet statuti dhe rregulloria e punës së sancave të punës komunal, nuk kanë arritur këtë ta bëjnë. Dhe edhe unë shtoj pyetje se me çka do të dhe me çka punon sancët e kuvendit komunal. Nuk është e vërtetë se nuk e ka statutin, komuna e ka statutin, derisa nuk miratohet eriu i vjetri është në fuqi, ka dhe rregulloren e punës kuvendit komunës, por ndryshe jemi në prag të miratimit të statutit të ri. Në kuvendin komunal të Verizojit është bërë traditë që të ndërrohen drejtorat të shkollave, pavarësisht se cila parti fiton. LDD-ja ankohet që janë drejtorat me PDK-s. Në 7 shkolla fillore që janë emëruar drejtorët, kryesisht janë emëruar në baza partijake. Janë largu ata që i kanë përkit LDD-s ose ndonjë subjekti tjetër dhe i kanë numëruar kryesisht njerëz të PDK-s. Gjerë me tani kam qenë drejtori i shkollës fillore Medi Xhaferi, kurse në konkursin e fundit jam larguar nga vendi i punës, tash jam në shtëpi për moment. Brëmën e patëm një reagim të LDD-s cilët u ankuan se janë hequr 5 drejtorë të LDD-s dhe janë zëvendësuar me të PDK-s. Kjo absolutisht nuk është e vërtetë. Është e vërtetë se ata 5 kanë qenë të LDD-s, por nuk janë emëruar të PDK-s. Kjo mund të vërtetohet në çfarëdo varianti. August Berisha është njëri prej drejtorave të LDD-s, i cili është zëvendësuar me të PDK-s. Në parti është ai? Ai është në lidhje me Partinë Demokratike, ndërsa unë jam antar i LDD-s. Nxënësit e shkollës Medi Xhaferi kanë protestuar kundër drejtorit të ri, por pa e ditur mirë arsye. Protestën e por që gra mojt, kë ka donë heq mu prezentu drejtori. Ka kalzu ti për të informare? Unë. Shtë kalzu? Shtë më konë herën e por kur këshi drejtor kështë donë mu prezentu drejtori vetë. Së më prezentu e? Unë e përna jone. Se o maj mire. Amon. Ma mire ke të konë, unë e përna e për shumë. Nxënësit për kanë pa që unë nuk jam, janë larguar, kanë thënë ne nuk mbajmë mësim pa drejtorin. 2 orë ka qëndruar jashtë, kam insistu unë e vetë, të jashtimtarët që nxënësit i kthejnë, mos të manipulojmë nxënësit. Haqef Ajeti, që është zgjedhur drejtori i shkollës, shprehet që pas protestës, nxënësit kanë ardhur me kërkuar falje. Unë nuk kanë pas nevojë me më kërku, se këta s'kanë pas kur farë faje. Po fajnë kanë pas ata cilët i kanë manipulu. Sipas kryetarit të Këshillit të Prindërve, protesta është bërë për shkak që drejtori është në PDK dhe për shkak që nuk ka qenë nga kolektivi i shkollës. Zgjedhja e drejtorit në tarmën të jetë nga vetë ky kolektiv, mos jetë nga kolektivet e jashtëm. Në anën tjetër, në zyrën e drejtorit ishte fotoja e kolektivit të shkollës, ku i pari renditej Haqef Ajeti.
Kryetari i Këshillit të Prindërve, i cili është nënkryetari i degës së LDK-s, i cili është edhe vetë i politizuar, qytetërisht tregon qysh nuk duhet me dominu politika nëpër shkolla. Kjo është zgjedhje politike. Politika në shkollë nuk do të dominoj. Na si fshat, si subjekte që jena partioke, e kemë qëndrimin e shprehjem se politika. Unë jam kryetari në ndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jo vetëm Këshilli i Prindërve që është i politizuar, por edhe drejtori e pranon që është në PDK. A jeni në PDK ju? Po në parti jam, po në shkollë nuk jam. Pas do të përcaktona para në gjendje ku jam. Nxënësit përveç që e dinin për drejtorat se kush me cilën parti ishte, ata dhe ishin përcaktuar në ndonjë parti, duke thënë që na e kanë heq drejtorin e partisë sonë. E kanë heq drejtorin tonë, që është i LDK-s, e kanë heq edhe anësinjët të LDK-s. Po, vëllai të keq janë ata. Përveç ndërimit të drejtorave të shkollave, edhe shefi i administratës publike është ndëruar. Zakonisht pas secilave zgjedhjeve që të ndodhen, zakonisht mirën personat që i aderojnë atë parti. E mendoj që kjo është normale. A mund me thonë që posti juaj është në baza politike, i zgjedhur për shkak partisë? Unë nuk e di si mundi me thonë jo, po unë nuk më thonë ashtu. Cilën parti jeni ju? Një parti demokratike të Kosovës. Si shpjegojnë kjo? Nuk e di që mendon ju. Tregoni. Kjo e di që unë jam parti demokratike të Kosovës dhe aktualisht jam drejtori i administratës dhe personelit komun. Ç'është kjo? Për mua. Një ndër premtimet kryesore që ka qenë prej kryetarit gjatë fushatës elektorale ka qenë se problemi ujit do të zgjidhet definitivisht, por një gjë që është dëshmuar përsëri këtë vit që problemi më i madh për qytetarët ka qenë uji. Ndërsa në ndërtesën e departamentit të punës e mirëqenies sociale, ku ishin të vendosura partitë opozitare, u ndërmonte era e WC-ve nga mungesa e ujit. Problemi jo vetëm në këtë ndërtesë, por problemi i këtij qytetit është një mungesë e madhe e ujit. Përkundër investimeve të mëdha që nderdh me miliona euro, përkundër asaj që ne kemi kërkuar nga qeveria lokale që të organizoj dhe të hetoj gjitha të mjetet që janë investuar në ujë, nuk është bërë kjo dhe mungesa e ujit ka shkaktuar edhe kjo erë që po kundërmon edhe që ishi dëshmitar të kësaj. Se nga viti i ardhshëm ne do ta shpallim në kuptimin figurativ si vet apo si një periudhë disa vjeçare të zgjidhjes së problemit të ujit peshëm për qytetin tonë. Gjatë fushatës zgjedhore, kryetari i Kuvendit Komunal të Ferizajit, Bajrush Xhemali, ka premtuar që nuk ka me pas mungesë të ujit të pishëm. Mirë po, edhe pse është nënshkruar marrëveshja me qeverinë zvicrane, prap ka mungesë të ujit të pishëm. Është premtuar që nuk ka me pas persona të cilët në njëjtën kohë kanë me marrë dy poste. Mirë po, Besim Xhimberi është edhe nënkryetari i Kuvendit Komunal, por është edhe përgjegjës për informim në kabinetin qeveritar të kësaj komune. Po ashtu është premtuar që do të sigurohet mburoja e Kuvendit Komunal për Ferizajin, mi po njerëzit si punarime, thon që duhet kalojnë në këtë pjesë e vënë jetën e tyre në rrezik. Zvikretar, po nale mas parit që shkes që është ma alarmante, ne kemi pas dilim të madhe ma i shu këta fmit kaq që janë kaq të politizum. Qysh është e mundën që ju e keni bo gabimin e njëjtë si qeverit e kalume, keni ndru drejtorat, keni si drejtorat politike dhe prap e keni shti politikën në klasa. Kush jo? PDK-ja. PDK-ja, qeveria lokale apo qendrore? Ju kryetar komune Bajrush Xhemali. Para se gjithë është veç duhet të them që unë nuk e emroj. Para ditë që do të emroj tash me lesh më takon mua. Natyrisht duhet më drejtoheni mua. Ndërsa Enver Hoxha është përgjegjës për këtë nëse ka bu gabim. A keni ditë që janë këta fëmijë kaq politizuar? Po, politizimi i fëmijëve ka ardhur nga arsimtarët e papërgjegjshëm, që si instrument për protestuar kanë përdorur ata. Dhe mu vjen shumë keq sinqerisht dhe kjo. A ju pengon juve kjo? Sepse sa i përket çështjeve që një mësues apo një profesor apo një drejtor apo është në një parti politike është shumë normale. është normale si mas është drejtori me qeni një partit. Partit përbën prej personalitetet ndryshme, prej njerëzve profesionet ndryshme tjera dhe nuk është ndaluar ajo.
Po këtu është ti drejtori, politizuan kryetari këtë i mirë, Këshillit s'ka është me si Prindërve. s'po bëhet, sinqerisht është keq, edhe është për të gjykuar, për të kritikuar. Kjo është. Kush për të gjyku, kush për të kritiku si pas? Ata arsimtarë që vërtet i kanë politizuar në zanë, sepse në emru një drejtar tjetër, se edhe ashtu pas ka qenë një parti, s'po shihet, një parti tjetër. Po. Kështu që është kjo apo parti drejtori. Edhe a duhet me vazhdu që shtu, se cila parti që vjen me ngzu drejtorat? Nuk dion që në rrugë këtë mos që thuhet, po unë një di që vetëm një drejtor ka qenë i PDK-s deri tash drejtor në krejt shkollat e fillore të mesme. Edhe ato Bile Laj tash nuk është se unë e ka morë drejtor për emergjencë. Përse në këtë shkollë është ndru. A do me thonë që duhet më bo praktik se cila qeveri që nuk vjen do me të ndru duhet, unë drejtorat? mendoj si më bazën e kualitetit. Konsideroj që a njeri që foli që është bon drejtor tash aty, ka kualitetit për një drejtor. Dhe unë nuk du t'i politizoj këto dhe nuk do të doja. Po janë të politizuar e qka do një nevoj ju Unë kam dhonë një shambull tipik, qysh nuk politizohet jo vetëm arsimi, po edhe komuna. Qysh, par shembulli tipik? Njerës që keni punësu ju janë PDK-s? Jo, njerës që kom punësu unë, personalisht, me emrime, që bonë. Drejtori administratës për shembull është PDK? Me le veç ta përfundoj. Unë për edhe drejtora, 2 i kam pa parti. Gjithë e din që edhe drejtoresha për bonizëm, edhe për inspekcion, ku është në parti, bile edhe tash morën njerë në parti, kur që janë ekspertat. Morën njerë në parti? Po. E drejtori administratës? Drejtori administratës, mendoj që çdo komunë që e ka, me le diçka, çdo komunë që e ka një drejtor tillë duhet të mburret. Po flasim për një personalitet, për një njeri që në baqallar ka kryer me 9 prej se 5 në administratore, shkenca politike dhe administratë. Dhe me leje. Dhe ona tjetër është kjo, se e ka magistraturën gjitha provimet dhonta 10 prese 000 krejt. Dhe më thonë këtë 10 që i ka. Kështu që... Sa i përket e Kurullës, keni premtu që keni mu angazhu për me bo mbi kalim? Po, kam premtu dhe e para punë që kam kry për sekretar komune, kam shku në drejtorinë e Kurullës dhe kam pyet çka mund të bëjnë. Më ka tregu drejtori se çka mund të bëjnë, çka guxoj, çka s'guxoj, se unë kam thonë shumë mirë edhe aty ku kam premtu, e dëgjuam edhe këtu që varet për kompetencat takëmes. Se çka lejohet, çka s'lejohet, ka tregu shumë mirë. Edhe kanë filluar, kanë vepruar, edhe sot jam të realizu, po dini që mandatin e kam në 3 deri tash. Dhe sot krye do të jetë Po çka keni filluar me vepru për këtë mbikalim? Mas pore kum heq terminalin, e kum qenë Gërlic, tash po e bëjmë një park aty, pasi kam liruar hapësirat publike që kanë qenë qoftë të uzurpuara, qoftë me lejet përkohshme, dhe tash po e bëjmë një park me një fontan aty, ndërsa mbikalimin, që është i vjetër, po e heqim dhe po ndërtojmë një 3, sepse s'është i sigurt. Statika ka tregu, statika që ende mos me dorë s'mos leju. Madje me pas ndëgju bashkë te Kurulla, te drejtori i Kurulla. Na ka ndalu bile ende nuk e ka hjek binarin që e ka për detyrë me hjek pak më herët dhe terminali ka qëndosh të dislokohet shumë më vonë. Kryetari i Hekurulla na ka thënë që asnjëherë nuk është ndërmarrë kur gjë, bile nuk është fol as në asamblen komunale, asnjëherë kjo temë. Për çka? Ka nevojë asambleja me debatu kur unë mërzitna për këtë punë dhe do ta kryj sigurisht. Po çysh po mërziteni? Po. Sot njerëz vazhdojnë me kalu rrugën, siç e pati dhe gazetarja jonë deshe ka shkel treni aty. Mirë, reklama ishte e mirë, sinqerisht kështu. Po. E përgëzoj. Problemi nuk bëhet për një ditë as për 2 ditë. Me pas bon kështu ish bon që 8-9 vjet. Po unë megjithatë kam fillu edhe atë sigurisht brenda javës do të hiqet ai mbikalim i vjetër që është konstatuar që s'mund të mban njerëz që të kalojnë dhe të bëhet një mbikalim i ri që ne projektin e kemi. Kur do ta bani? Po do ta bëjmë derisa natyrisht procedurat që do të kretë shka ka qenë kur t'ju lejon drejtori i Hekurullave. Ne kemi bën një memorandum bashkëpunimi, pat marrëveshje që ka qenë nuk na është leju. E kemi bë para 3-4 javë. Se 3-4 javë. Se që mëja ka qenë zëtë, e dini tash shqyqyr pak nuk është bashkë ashtu që ka qenë fuqia saj edhe për atë po bën. Ka njerëz kam dek në Hekurull. Ka njerëz kam dek. Kam dek disa njerëz tash më duket prej
luftës e kënej, 8-9 vetë kanë vdek. Është e vërtet që është një tragjik shumë e madhe. Gjatë mandatit juaj sa kanë vdek, të e kalu që atru? Fatmirësisht asnjë kanë mund vdesën gjatë mandatit tim për s'kanë vdek. Na po bojmë përpjekje, po dhe me ka marrë shumë seriozisht, pikërisht që ka marrë seriozisht. Jo, ka fillu tash, jo me më fal. Mbi kalim nuk ka fillu, mbi kalim jo. Mbi kalim vetë fakti që po e heqin tash, që është morë vendim me u heq, është morë në asamblen komunale këto vendime që po tham, sa i përket e Kuruës, edhe për rreth e Kuruës, edhe tash i kemë burë të lira për punu. Ju pare tash që s'kom nevoj me punë në asamblen komunale. Jo, një vendim tash është morë vendim. Që shumë morë vendimi pa u diskutu? Gjitha tokat, apo prunat e Kuruës mund të shfrytëzohen tani për komunë aty ku është nevojshme komuna. Me një vendim tillë dhe kemi quë dhe marrëveshjen mbi çat bazë kemi bën. Vendim kemi marrë. Okej, pra japi pak fjalën opozitës, zoti Xhemaili, urdhoni zoti Bajrami nga LDD-ja. Fillimisht përshëndetje. Prej atyre premtime e policit se i përket shoqërisë është mirë që është pri projekti i një. Mirë po projekt. Vazhdon kohë. Projekti i është projekti i qeverisë zvicrore që ka filluar para 2 vite dhe ka përfunduar tash. U përmend se janë rreth 10 kilometra disa rrjete i ri i ujësisë në qytet, një pjesë që nuk ka qenë, edhe kjo rrjet i ujësisë për shkruajmë mandatin e kaluar. Tash nuk funksionalizohet për shkak se ka ujë më shumë atje. Është lujt te fabrika, mirë po megjithatë si rrjet të shkruajmë mandatin e kaluar. Sa i përket apo politizohet administrata dhe drejtorat e shkollave ajo, unë nuk e di drejtorët që janë emnu. Se në parti politike janë, po e di që janë emnu pa kritere. Unë e marrë vetëm një shembull. Me ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm është e parapomet që drejtorët kënë pregaditje superiore me drejtime lëndore ose drejtime arsimore. Drejtorin tërë është ekonomist. Bile, si s'kamunin informata, nuk ka pas asë një konkuruz, dhe kësa mbylla thoti, me pas janë këtu ministri për konkuru dhe është zhjetë si drejtar. Kjo mund të verifikohet. Edhe me administratën komunale, unë si për stabilitet nuk kam asë gjëku në drejtorit administratës. Mirë po me kritere dhe me ligjë për veçërisi lokale edhe në rregullore në maheshme ka qenë e parapome që tjerë ta këtë fakultetin e administratës drejtimet juridike është e parapome si rrët këtë 3 vjetë përvojt punën në administratë përkatësisht në menaxhim. Drejtori aktual kur është kanus ka pas asë një ditë përvojt punën. Të nalim qëtu të përgjigjet zënë Xhemaili në disa nga këtu çështje pas e mundin e vazhdu. Sa i përket rrjetit, Shevqet, ne kemi zgjeru rrjet shumë e po zgjerojmë për ditë. Unë fola për rrjetin që ne kemi zgjeru, çka kemi zgjeru jo, dihet që ne kemi zgjeru, po ne kemi zgjeru, po them vazhdimisht dhe jemi duke zgjeru dhe fola për atë. Sa i përket administratës, po në shefit administratës, ne jemi bazuar në ligj konkursi shpon mbi bazën e ligjit. Shka është më interesant, për 150 vota të moshme për 5 kandidatëve ka 30 vota, vetëm 4 i kanë mungu, do të thotë edhe partia juve që ka qenë aty ja ka dhonë votën Spaku, madje dihet 28 vota nga 30 moshme, raport me gjithë tjerët aty. Kështu që jo na kemi komunikuar këtë rezultat. Po me gjithat rezultate kemi komunikuar. A ka qenë 3 vjet përvoja punës në ligj? Una? 3 vjet përvoja punës në ligj. Ka përvojë punë pak më shumë se 3 vjet, pse sikon në administratë jo. Po e administratë është duket kur menaxhohen tollat e çdo gjëra. Administratë besoj që A më me adresu vetëm edhe një statistikë që kemi, lidhur me shkollim. 27% në komunën e juaj të punëtorëve janë në shkollim superior, ndërsa pjesa më e madhe tyre është 54% me shkollim të mesëm. Ndërsa enti punësimin në Ferizaj janë lajmëruar një numër i konsiderueshëm i punëkërkuesve me shkollim superior. Që do me thonë që shumë njerëz me fakultet janë jashtë punësimit, derisa ju shumë pak i keni të punësuar me shkollim superior. Unë e kam gjetë këtë administratë, kështu e kam trashëgu, dhe zbesoj që doni le me qitë, po të dojmë na për me gjetë do më të mirë, po më nëjë po e po ta fjallën, dhe gjithë të tjertë, po edhe unë nuk jam dakord që me marë fushat për me largu, se me një automatizm së mund të i bojnë për ndryshe unë e di që ka shumë njerëz që nuk e kanë venin aty. Po, mendoj që qoftë do të me javësu, qoftë duhet që një ristrukturim i pushtetit lokal nivel të Kosovës që po shpresoj që do të bëhet Spaku mbi bazën e asaj
bisedojmë dhe çka është duke u përgatitur në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Po ndryshe, dihet që shumë që kanë marrë. Kur po qiten njerëz politikë edhe në shkolla, ku jeni kaq me shpresë që ka mundru kjo punë në të ardhmen, nëse ne po vazhdojmë si nivel qendror në lokal me qit njerëz partisë. Unë jap përgjegjësi si kryetar që kam takon kompetencat e mia, por ndryshe kompetencat që i kanë të tjerë do të më dhon llogari për të tjerë. Unë konsideroj që prova tilla ka marrë. Hajde, përfundojeni. Me ta pa përfundu. Edhe dy zyrtar tjerë që janë pranuar mandatin sa Bajrosh Xhemaili kryetar, janë zyrtar prokurimit, të cilin mbos ligji për prokurim publik duhet të jetë i certifikuar, as menaxheri, as juristi që tani nuk kanë certifikat. Do të thotë menaxheri tjetër kush, kontrata vinë në shkumë tjetër kush. Okej, se nuk janë me nuk e thot ligji ashtu më së pari sepse e di mirë. Çka thot ligji? Ligji thot. Ligji thot kështu, që nuk ka drejt me nënshkru, po menaxhu ka drejt. Ai menaxhon. Drejt kanë të tjerë që janë certifikuar. Tash besoj që ai është certifikuar, po sido që tjetër thotë që vetëm nëse ka certifikatën e lëshuar nga KRPP-ja, duhet me majtë këtë post. Jo, do të më nënshkruaj me mbajtur. E ju çka po thini njëri që s'mundet me nënshkruar? Po nënshkruajnë të tjerë ka mjaft që nënshkruajnë atë. Nëse s'e kanë nënshkruar. Ma ti përmendet danin nga Pols 08, urna veç përfundoje, të lutem. Unë e di që në duat të Vetëm pak, se ti militantat e komunës ju lutem veç ma pak. Po ligji shumë një decisive. Zyrtari për prokuror duhet të jetë i certifikuar. As duhet mund të jetë menaxher, as mund të në shkojnë kontrollet, po thotë duhet të jetë i certifikuar. Po ne duam të hidhemi në një moment. Mirë. Ligjin, lexon e këtë ligjin, lexon, mos lexon vetëm ne. Ramazani Lozi nga Pols 08. Unë Ramadan. E para sa i përket politizimit të administratës dhe në përgjithësi jetës, vetë kjo sallë këtë është dëshmi e saj, do të thotë vetë përbërja dhe substanca e kësaj sallë sot është dëshmi e politizimit të çdo aktiviteti edhe mbase jo politik në komunë. Mirë po kjo, padyshim që është një trashëgimi që e kanë lënë gjitha partitë politike, mirë po kjo sallë sot është vetë fakti i politizimit. Rreth përgjithësisë të shkollat, kryetar po ju vetëm që po e dëshmoni këtë, apo kupton, ju vetë që po e dëshmoni. Edhe ne i bëj apel kryetarit që flet për çështjen sonë, sepse ky është shefi ty. A bon ta shpjegoj këtë çështje se kur fal dëshmije s'është prania në soll, që është po thu dan. Jo ta përfundoj, mos i po thu. Unë nuk e përfundova vetë, vetë nuk e përfundova. Ne janë po për soll, po pyet moderatorja. Bu po të moderatorë se më duket kështu. Nuk është dëshmi për faktin se ka ende karrika zbrasta. Dhe është në shtatë... Po ju jeni mësuar tash të gjona kryetar, do të jeni me organizim. Jo të punoj gjithë se s'ka shumë pak komunës s'ka këtu, a më shumë pak? Po të komunës s'ka shumë pak. Resti tjetër komplet ju është. Urna? Resta komplet ju është. Po ti që shpojnë jashtë më mirë se unë, a di këtu. Po s'po shosh qatë pak. Po i ka, se s'kaja. Fikret. Në base dhe panelistja nga partia sigurisht që nuk janë ma shumë komunë si sa lejtë që tu. A mu i mendi... Shtu që ato drejtorat janë kanë përkro drejtorat që kanë thonë dhe ashtu takshimi kryetarit që farë gazepi, po jetë që kështu. Se lutem që ndizojnë panelistat gjithë, pa malë parashishto, që janë që ndizojnë të gjithë. Urna... Okej. Unë mendoj që kryetari ka bërë një punë të mirë në lirimin e hapësirave publike. Ka bërë disa ndryshime, do të thotë shumë pozitive. Edhe për këtë ka merita dhe unë e mbështes në atë aspekt. Mirë po janë disa mangësi të kryetarit ose të punës së tij që duhet t'i trajtojmë dhe duhet t'i parandalojmë. Me para, respektimi i institucionit të tenderit vazhdon.
tjetë në nivelin e dobët. Do të thotë, ende nuk ka respektim të tenderave. Kemi raste kur tenderat ipën kompanive, edhe pse ofrojnë çmimin më të lartë me gjithse me ligj, çdo kriter është tenderën e fituar të kompanive që ofrojnë çmimin më të lartë. Siç është rasti i shkollës në Dremjak e tjerë. Më tutje, kryetari i komunës ka bërë do të thotë rregullimin e zyrës së tij edhe të drejtorave pa një procedurë të rregullt të prokurimit, edhe më tutje është edhe pyetja tjetër që unë shtroj se sa ka qenë kjo prioritare. Më tutje, te tenderat, gjithashtu kemi rastin kur për furnizimin e komunës me material, kriter ka qenë që ajo kompani që konkuron tjetë më ofër komunës, që është një kriter kuptohet për të montuar fituesin e tenderit. Më tutje, shkoshtëra që mu më shumë të më shqetëson rreth administratës aktuale është parimi i demokracisë, ose respektimi i demokracisë. Nuk kemi një ndarje të pushtetit legislativ me atë ekzekutiv, kur persona të rëndësishëm të pushtetit legislativ, kuvendit komunal ndojnë pozita të rëndësishme në ekzekutiv. Edhe vetë deklarata e kryetarit pak marrë që asambleja s'ka nevojë me u marrë me atë punë, është një dëshmi tjetër. Në rregull, janë incizimet me dëshmu. Është një dëshmi, është një fakt që kuvendi komunal po nënçmohet nga aspekti i peshës. Nga aspekti i peshës. Kryetari ka bërë punë të mirë, që ka liju debat në kuvend komunal, nuk ka ndërprej mirë, po nuk respektohet fuqia e kuvendit komunal. Cila është premtimi i tij që më ka dhënë edhe mu, e që nuk e ka realizu, është qendra e banimit kolektiv. Dimri po afrohet, ata njerëz atje jetojnë kushte jashtëzakonisht vështira, edhe unë nuk i di si do ta kalojnë ata këtë dimër, këtë premtim kryetari e ka dhënë që do të do ta rregulloj atë qendër të banimit kolektiv. Vetëm pak, po nolem të shto se disa çështje i ngrite Dan, faleminderit, mas pari njerëz janë zërë në 90% të banimit kolektiv, mirë po ju i keni shpenzuar 9.000 euro në zyre me renovu. Në zyre, qysh po në shumë zyra në zyre, se... Zyrën e ju? Zyrën time... Drejtorat e drejtorave. Kështu do t'ju them, fillimisht me që për zyre po në pyetni. Po. Zyra ime dhe disa të tjera rreth meje, janë shiku në fillim, a ka që ndoshtë fundit me shiku. Sënë që kom ngruve zyrën të ime dhe të rreth meje, po kom ngru kretë komunën. Edhe kam në ndërru çdo set të komunës, me orë era kulturë. Mirë, po drejtori qytetarët e ju i kanë probleme kalu dimrin. Jo, po nuk mirën ashtu gjërat. S'motën ashtu gjërat. Çka do të thonë edhe ne do të menojmë barok, edhe na. Jo. Abon me përfundu. Ti ke shkruajtur vizituar. Një për një, ndoshi për ju përgjigje. Ti ndosh më. Ç'është ashtu. Zyra ka qenë pa jo funksionale, që ka qenë ma luksuoze sa që është sot. Këto ta dini mund të marrësh çdo kush ka i kohë me sitën me këshyr. Po ka qenë dash që të lirohemi prej atij inventari që s'ki ka sillesh aty parë. E pse se keni liru edhe e kam liru, e kam qumë zyra tjera. Aty vjen era, te departamenti për mirëqenie sociale. Kretemi ka i rregullojmë. Thash, çdo se kemi rregullu. Sikur që kemi rregulluar krejt qytetin. Kur kam rregulluar? Ndërsa ka i përket çështjes që po e ndërlidhin me barokat këtu, unë kam bon hopat e me që duhet me i bon. I kam dhënë 2 banesa me koncesion kolektive që kanë më ndërtu. Njëra ka qenë gjysh, kurse tjetra prej fillimit. Dhe bile edhe treta te policia duhet i tash, nonën tjetër dhe qytetarë ferizohet që janë shumë entuziast janë të lobu në Zvicër, për një që është e tilë, dhe Don Sandro, që është qytetar në deri, që na e ka sjellë një donacion për 205.000 euro, edhe e thotë që besoj që ta zgjidhë këtë çështje. Në 3 drejtime jemi të punuar. Këto koncesione për një ditë, nuk zgjidhet për një ditë. Koncesionet, a janë me plan urbanistik? Cilat po. Me plan urbanistik, se prishin plan urbanistik në asnjë formë. Jo, në asnjë formë nuk e prishin plan urbanistik, në asnjë formë që do të jetë, jo, që do të jetë. Plani urbanistik është diskutim publik. Në ndërpunë që ka marrë mas shumë të energji, mas shumë të është plani zhvillimor dhe urbanistik i qytetit, i cili është dhënë një kompanijet pa përgjeshme, këmë thonë për para, e cila nuk ka limit se kur e krynë, kam bon presionet më që ta kryjë sa ma shpejt. Nonën tjetër
qeveria 2 muaj gjysh ma ka vënu përgjigjet e saja dhe për atë është vënu për ndryshëm kam premtu. Nuk i moj premtimet që edhe pse janë këto që u paraqiten për 6 muaj. Për 6 muaj. Që sa është në diskutim publik? Tash gati një muaj po përfundon edhe po e qesim në parlament edhe po e pse keni bërë punë më herë? Nuk kemi bën arsyet ju tregova. Ju tregova arsyet. Dhe është një punë, nështë ka qenë punë Sizifi do t'ju thoja, po megjithatë po e rrumbullaksojmë, ashtu siç mund ta rrumbullaksojmë, ka një kompani të papërgjeshme. Fatkeqësisht në tjera vende ka marrë kjo kompani të bëjë plan zhvillimor urbanistike. Faleminderit zonja Lubishtani, kërkon me fol, urnani. Inteligjenca nuk është dhënti universale, këtë din çdo mendje e ndritur. Por unë di një gjë. Në komunën tonë zën kanë pushuar. Në komunën tonë pandërshmëria ka ulur kokën. Besimi i qytetarit te udhëheqësia e re është bërë timon qendror, për arsye se e ka pa që udhëheqësia e re i det po i vjen në lëvizje dhe po i jep gjallëri e jetë. Dhe si duket do të derdh në një madhështi shumë të madhe për qytetin tonë. Me të vetëm dëshirë që qyteti ynë të duket më i bukur se ç'është. Edhe ne kemi atë dëshirë. A keni pyetje? Pyetje konkrete kam. Çka ka para pa udhëheqësia për biznesmenët, mund të them, atyre me një projekt, me një ekonomive të vogla, për një të ardhme shumë të afërt, me që dihet se shumica prej tyre varen ose edhe janë varë. A ka dhe një projekt, a fa shkurt, që ka do të bët me ta punëtorë të cilët kanë punu aty dhe kanë qenë krye familjar, ose... Fjallën e keni për këto... Rënime, që më faleja, jetëm dërprejo, se më parë me që pak më gjatë... Po, okej. Çështja e lirimit të hapësira publike nuk në obligon për asnjë nga ato lirime që kemi bën. Për faktin se ata njerëz ose kanë pas leje përkohshme, ose kanë qenë uzurpator klasik. As për njërin, as për tjetrin. Komuna nuk është obligume me bon asgjë, obligume nuk është. Ona tjetër, ata kanë afaru, shumë prej tyre dikun ku safarohet. Për shkak se kanë uzurpu. Dhe ne të kujdesimi tash për uzurpator, si që të bon ma vonë, kjo kërkon nuk shkruan, as kërkon bëhet nuk bon. Mirë. Keni marrë shumë komplimente që disa ndërtime ilegale keni rëzu, mirë po problemi është të disa që si keni rëzu. Keni shku dhe dikon, edhe një qytetar pyet pse nuk e keni rëzu edhe pumpën Lamborghini që është ofër gjithë atyre kioseve tjera, a është kjo sepse udhëheqet nga një familje që ka lidhje me partinë e juaj. Për fukara nuk po pyet po rënon, thot qytetari, kiosje, pse s'po rënon pumpën? A kona tjetër se bukur shumë kohë këtu në qytet flitem për plotësi që kom rënë. Për çdo. Po. Pumpa Lamborghini. Kur t'i vje koha që të punojmë, ka të punojmë, një parem, unë e kam ndjek një parem. Që anej ka punoj. E që shi ka puna fukareve, si ka Lamborghini? O me le, anej ka punoj, ka kom projekte, ka me rëzu, ke ku shke. E që të gjirë gjithë? Po s'kam të punosën, po punojnë periferinë, për në reshi do rrugë tjera, kur dje koha atrat, sigurisht që është një autolorje për pora që Fadil Alili në televizor ka thonë dhe të arzën, kom mërzu, Fadil. Edhe, me le, quza, është quza, e kam një projekt për verës, kem me bon qendrën, që është mas mirë një qendrë, edhe quza do të me jek ato që ka ko atë lokal. Apo dhe tjera që flitet në përferizaj. Ofër që të saj pumpe krejtjerat janë zu. Duke orë që i pash bagerat që në vendë. Pas të që është konik qërne, që ofër e kemë shtu në 500 metra. Ne kalova që andej duke orë këtu, se është rrugës. Po, një 150 metra, sigurisht. Që kom porës i kisha shkuat dhe të varës dhe të shmorë 4 kërsi komu nga. Për fukare pa të pare, po? Ja, mos e shtërë në këtë formë, kjo është shumë e banalizume, me fola, është shumë simpatike për fukarohë krejtë këtu, po nuk është që ashtu. Absolutisht nuk është kështu që shpo thëni. Unë kam pas projekte, me projekt jo me rënu, po për me ndërtu, masi ta rënej. Edhe kjo është ofishe për mu pëllën shumë sinqeresht. Unë e kam dëshmu se plas shokë ja u këmërzu, jo një Lamborghini, një shuzë, një tjerë. A shok e ki këtë Lamborghini ta? A e ki shok këtë Lamborghini ta? A e keni shok? Po e kam shok.
E kam shok është e vërtet. A është për çfarë s'ja ke I rëzu? kam shok, mas e gjysmë që aty në që ja kumë rëzu. Edhe shumë u kam dhe. Po, edhe amele, edhe diçka. Unë një du të them shumë seriozisht. Nuk është ndjen e mirë me rëzu edhe pse janë pale, edhe pse janë zurbatore kretjera. Unë e di çfarë probleme kanë muri sistemu. Më ka fasionu një çështje, për cilën në Kosovë kërkon s'besoj që ka ndodhur. Na njëherë, ja kemi që vendimet kanë prit me rënun ne. Hera tjera, e kanë po që kërku që ja kanë bo me hilje, kundër të kësoj që thënë jo është. Edhe diçka, po sot më ranë Lamborghini, diçka tjetra. Kanë shku i kanë hezë vetë që i falendrej, jashtë dhe kënë shumë. Edhe gjitha mon, ne nuk kemë rënu. Ata i kanë rënu, ne kemi mbledhë në veturina që kanë med, edhe i kanë falendru desoja. Fillojnë kur keni standarde dy fishta. Po s'kem, po thëmë, sa do të pikrisht që s'kem kanë shku dhe kanë bu këtë gjëra. Si arzën, sa të herë fillojnë probleme. Po nuk ka dhejtash, absolutisht nuk ka. Po që ka pytja egziston Po në nuk mund me kudraton me shku atje me rëzume një katon se veç e kom vjetë që është dikon. Po ti dush me... katon është ofër. Po ku do që tjetë po them. Unë po ta banalizoj se pi banalizoj një qështjet. Këtu është problemi. Problemi është, jo me më folë. Problemi është që unë jam mundu që me komunikim t'i zgjidhi problemet. Nuk ka kun që unë kam shku e kom përdor policin me automat del prej shpije krej këto gjëra tjera. Nuk ka ndodhë këto qështje. Jo më ka morë ko, më ka morë ko. Ka qenë një kun te për eron, te për e mërzishme edhe emocionalisht. Se hurdha e peshve që jo rënu. Ajo hurd ka dosh nerva. Nerva ka dosh, se tjertë kanë morë pare, unë e po thëmë, tjertë kanë morë pare, publikisht po e thëmë. E, kështu që ka qenë shtirë me arzu. Zot një qërimi? Po. Urnani? Unë e pyte i lëzua të bëj kryetarët, për arsye se paka shumë një përgjigjet. Sa do t'i merë, prej ti. Unë do t'i përmendi disa pika që mua me shqetsoj, është qështë e realizimit projekteve, atë shka u diskutu, te kuru dhe rruga grej me gash nuk është është asgjë, sa i përket ujit edhe atëherë nuk ka qenë kompetenci komunës, meriti u kryetarët është atë shka e përmeni që ka bërë rrinim në asë hurë dhe qpelve, për ndryshe e projekt ka qenë i qeverisë më faqme dhe i zitramve. Efikasiteti kryesë të punëve është një nga shqetsimet të cilat në shqetson, për arsye se u le thëmë kështu pak me hajgari kryetari startin e ka fantazi, por finishin zotin Arvit s'kërkus të të ditë, a do të mërinë apo jo. Për thëmë këte, nisën atë se shumë projekte njësë, një pëthuja se asë një dhe ishta s'ka përfëndu, a vetë viti kalenderit që jështë s'ka danë. Për thëmë të bazona dhe atë, që bugjeti vitit 2008 është realizu vetëm 28%. Dhe më thonë, ka rrugë që 5-6 muaj kanë fillu, ende nuk e më përfëndu, ajo në rrugë 500 apo 1 kilometër. Dhe më thonë, këto janë një shqetsim i përgjithshëm i qytetarëve për arsye. Tash është çështja e pluhurit, për ma bërë një qovë që fillon sezoni vjesht atë dhe... Faleminderit. A keni pyetje? S'keni pyetje? Unë kam koment. Pyetje kam vetëm këto. Cila është pyetje? Urno, na falni, mundeni me çu pyetjet me shkrim sa shtojnë rregullat e debatit. Përfundojeni, pyetja është? Pyetja ime është. Urno. Përfundoje. Zëni Frango. Urdani, a boni koment se pa këto tash propaganda, po realitet, kështu që pak startin mirë që e kam mirë, se unë kam startu vonë për shkak të plane dhe projektet gabura që ka buen qeveria ma pashme për vitin 2008 dhe unë jam detyru që në rishikim të bugjetit në rrë edhe planet, kështu që janë pak vonë përna edhe përfundimin finishin dhe ta kemi si startin, besoj, suficis dhe të këtë dhe punë dhe të kryen. Kjo është, ka qështë të cilat u thonë, po urdhën e tjera, mos marrë kohën të drejtim. I kemi debatu vëlla shtë. Jeta, pyetje Peta Balq. Ajde, shkurt. Më intereson, a e ndi përgjithësi kryetar dhe institucion komunale kujdesin ndaj qytetarëve? Në çfarë mënyre? Nisën atë rënimit e urbat të gjithë e kemi përkrahur. Kjo ishte pyetje me vërtetë po zonë, na fali. U dash atyne njerëzve të cilët kanë zhvilluar biznese, u dash një gjet alternativ tjetër. Se uzurpatorëve një gjet biznes.
Nuk janë ato uzurpatorë. Ato janë objekte që janë që 40-50 vite. Ju lutem. Nuk janë ato uzurpatorë. Ato janë njerëz të cilat A kanë ndërtuar legalisht sipas jush? Jo, ato kanë objekte të kurrave. E kurrave janë të dhënë në shpenzim për 40 apo 50 viteve. Edhe tash s'po them. E kuptoj plotësisht. E kuptoj brengën e juaj, mirë, po ka gjëra tjera që duhet mi diskutuar në zëni Frango. Jo, desh më fala, jo, do të diçka, kam një përgjigje, jo, kam shtesë përgjigje, se shtesë koment. Kështu, kujdesi për biznesit. Unë thash, nuk mund t'ju gjemi ne atyre alternativë, po ata vjen mirë që e kanë gjetë vetë alternativën. Edhe shumica prej tyre sot punojnë. Pikërisht ata që më shumë ti ndoshta kanë pas biznese sot janë ratu me njëherë, kanë gjetë mos t'i numroj me radhë, po mas pari, qebaptura jeta e ka 100 metra ma nej, mandarina e ka me njerë 50 metra duke që ka, po tash punojnë me sistem, punojnë që duhet, natyrisht që ka qenë një mirë që janë hinë sistem, asë një s'ka pagut atim që ata, që po i qonë, edhe ata që i kanë pas lejnë kështu, lejnë e përkoshme, edhe ata kanë pas lejnë e përkoshme, e kanë ditë që kur do që komunës i nevojitet duhet dalin, jo me kompenzim, ndërso një gjysma e tyre që po thoni kanë qenë uzurpatorë. Unë i di mirë një për një, prandaj unë s'po flasë njerë, po flasë me fakte. Ta në gjënë zëti Frango? Po nëse mund të vinë radhë. Unë e kam pas një shkrim me titullin inshallah nuk marrin mësysh për qeverinë komunale. Natyrisht, mendoj se titulli është mjaft domethënës, shpreh edhe optimizmin edhe frikën. Unë që tash mund të them se qeveria komunale ka marrë mësysh. Për vetë faktin se shohim një prim vërtet shumë militante, që së më pëlqen fare dhe është shumë i keq për kryetari, sepse duart tërkite gjithmonë dijes ato zakonisht praktikat dëshmojnë se ato e në këty në shapulla më vonë, inshallah si ndodhë kryetarit kështu, por më them se është pamja me e keqe që tash në shohim kryetarit me këto duart tërkitje. Për shkak se vërtet si meriton këto, kuptimin si bëhen, sepse puna e kryetarit u vlerëson nga gjithë se vërtet i ka të kalu parashikimet, dilem nuk ka. Shohim më vonë natyrisht zhvillime sepse secili me skepsisht e ato, por desha ta ndëlidhe një fakt tjetër me këtë. Përkundër pamjes dukshme që vrejtë edhe danit të pushtetit parti, nga koncepti cilin e nuk mund të dalim. Javën e kaluar kishim një takim, i këthem tash problemit të opozitës, sepse për ne më shumë është qëtësim opozita sa vetë pozita, se në fakt nuk kemi fare opozita. Në degën e LDD-s mbaj një konferencë me media dhe ne ngrem shqetësime tona pse LDD-a si parti opozitare nuk ishte shqetësime për pozitën, për qeveri. Edhe për një rast shefi grupit parlamentar tha, shikoni tha, na tha shqetësimet jemi të rujt për jetën. Jeta është këtu, nuk e di pse nuk pjeton të shqetësime dhe veta. A keni ndoj pyetje zëni Frango? Po, desha pak flas një më konkrete. Natyrisht që nuk është mirë opinioni për shembull të kryen ndoshta ndonjë huti ose keq kuptim. S'është problemi Lamborghinit, është e vërtetë se Lamborghini është në një pikë shumë më larg dhe nuk duhet me ndërlidh me rënimet. Problemi që kryetari mund fajsohet dhe ndoshta do të ketë përgjegjësi për këtë është shtëpia gjykatësit që ka qenë pronë publike dhe është në pronë publike dhe sipas kërkesës komunës ajo dash të rënohet ajo pjesë. E nuk përrënohet. Natyrisht deri tash nuk është rënuar. Kryetari gjykatës. Po, jo, gjykatës, jo kryetari gjykatës, po gjykatës në gjykatën komunale. Kjo është një problem që nuk do duhemi ngatru me Lamborghini. Për cilin gjykatës keni fjalë? Është fjala për gjykatën Abdirahim Islami, i cili pastaj kryetari mund ta shpjegojë si është. Cilin parti është ai? Ja, s'ka lidhje me partin. Kryesorja, jo. Rrallë kanë parti gjykat. Jo, duhet bëhemi sinqert, nuk ka nevojë me ndërtu konstruksione tilla. Unë pyetja ime, shqetësimi më i madh është dhe kryetari e din sigurisht dhe për krejt politikën Ferizaj është objekti i dhënë me koncesion përballë spitalit. Aty është modeli i keqpërdorimit më të madh paras qytetarëve dhe të pronës publike. Zoti Gjemali, po që është punon që atë, është punon. Ja, është çështje tjetër. Kjo është një problem për cilin unë e vajsoj kryetarin sepse Hamdi Qelimi ka kërkuar seancën para kësaj që të futet në rend dite pikërisht problemit me këtë objekt. Dhe në seancën e fundit nuk ishte.
dhe absolutisht ka transparencë rreth këtij problemi, më të madhe jo në komunën tonë, ku janë implikuar gjitha institucionet, duke filluar nga komuna, nga policia, nga prokuroria dhe nga gjykata. Prandaj them që është një problem i cili qytetarët perive çdo ditë i shkojnë për mundje. Në rreth për shtëpinë e gjykatit, a mundim na u përgjigj? Po, gjithsesi. Mirë po vje barë që s'po e lidh me këto konstruksionet, mas pari Lamborghini, që është e vërtet. Ka kuala për Lamborghini, po du me thonë. Po me gjykatën, unë kam sqaruar për njërit Ferizajas disa herë këtë çështje, po sqaroj tani. Çështja është se 12 metra katror e shtëpisë, një shtëpi bukur e madhe, është në tokë të komunës, ku jemi duke ndërtuar rrugë, ku edhe kemi rënuar objekte aty pari, kogja shumë. Ai thotë se unë mund ta dëshmoj që nuk është në tokë komunës, ka mbet kështu. Derisa ne punojmë, ai ne ta dëshmon. Po s'ka mundi tash me dëshmu, tash e kemi filluar me punu. Edhe ne bëjmë punën tonë. A do të thonë që keni mërzuar atë? Po natyrisht edhe 12 metra katror. Po. Në ndë. Me shtëpi në koncesion. Në ndë. Çështja e ndërtesës kolektive me koncesion është një urë shenjtë që o punu shumë e s'është bon kur gja, apo është punu gabim, ajo në qashti cila o vlerësue, o rivlerësue, stërvlerësue, në për... Qka po boni ju për me ndrejt atë problem? Ne po bojmë këte. Kontraktori e kalon punën, në shenjt pak nësis që 4 herë s'po ka shku në arsjetim, që ju ka ndërprej puna si pas ti pa drejt, asha me drejt, apo drejt gjykata e vlerësën, po problemi është që ne kemi shpall një tender, të ri për me mërë të tërkush, është vlerësu dhe i është dhonë ati që ka dhonë ma shumë. Tash, është që është e nëshrimit kontratës. Kur e kryin? A i keni dhonë afat këti triot? Jo këti triot, kur bëndë kontratës, tash japim afat. Afat ka pas edhe aj, po është në ndërhy. Mirë. Falemderit për vazhdojmë, Albulena nga info? Edhe më falë, kjo problem është i trashigume, din gjithë. E kuptojnë. Edhe ma e komplikumja qështje, e trashigimit është kjo, i ka 2-3 trashëgimi tjera që janë pashme, po disi ja kemë bëmë, te e kemë pas marë shtirë. Unë e pra 5-6 mujve kam kërku zyrtarisht, me shkrim, ju lutem, me shkrim më përgjigj, asë kus më ka përgjigj. Në ledhin e para fundit, prap kam insistu, në ledhin e fundit, pas ku marë përgjigje. Nuk e di une, për shka aja nuk del, më dhërë informata në parlament, edhe mandej me marë procedurat tjera. Ajo u rritë nderu, pe e ditë në shka u bëmë të parën. Aty dishka është e përzime shumë. Kërku me ditë? Kemi kërku, para 5-6 mujve përgjigje s'ka morë. Përzime ka qene keme që përzime, do t'informuar. Se zëtë një Gjemali, du një tashën dhe bashkë një thonë do t'informuar, e si keni informuar për para? Po edhe ashtu kemi thonë do t'informuar, edhe para debat. E se para 5 mujve... Po nuk shkono bashkë kush kërkon, sa kërkon me qitë kur do. Na e kemi një banane. Edhe përgatitja... Po më rëpse jo, po është publike. Edhe, veç nuk ka qenë publike për opozit. Publike është, qështë është publike? Po është bëhet mas fola, po tenderimet janë publike. Përzimet, shpërzimet nuk përdim. Edhe ato e qka i ka përzi, politika e partisë Hamdi Qerimit, zëtërisë që respektoj shumë, është mirë edhe këmë në një mund më shpërzi. Ju lutem, që është për qëta, që është partia ime, edhe për ato doshtur aja pyti me pas për me dhe prioritet. Partia ime akuzohet që e ka bërë që atë, unë i ka menicu atë. Edhe unë nuk marrë për opozitës, prej instruksion, nuk marrë për gjithë. Do t'i marrë sigurisht me ku. Atëre, me qka bërë me fajsutit partin time kur nuk më marrë për gjithë për atë. Shka të më thonë kjo me ku? Nuk përjepni imani për mota dhe sa ju atër kur e përgatitim ranën e ditës me një pikë që e kërkojnë zëtëriju. Ju po thuni se tenderi ju ka dhanë. Po. E pse se keni hapë këtë informatë? Po nuk e kem do një obligim që çdo ditë me dalë me shpallë. Në asamblejën komunale e keni obligim nëse lyp opozita në informatë, kjo nuk është qytetari tjeshtë. Nuk ka lyp informatë, po me qitë në pikë rëndi ditës që e ka shumë drejt. Edhe është një qashtë që nuk gëzën me kalu pa një pikë rëndi ditës në parlament. Qytetarët e kanë kërku, janë pa banesa. Qysh po? Mos qytetarët e kërkojnë, po edhe me qytetarët në të qëtarojnë punë. Natyre që janë pasaru me bashkë mirë, që janë pasaru me sa duhet. Në kuvend komunal lemo me qytetarë. Kështu, e ndëruar. Kjo është një qashtë shumë e komplikume, ne mund të t'ja kushtojmë një debat tonë sa qështje, e komplikume përzime, po. E kështu që ka
me drejt e ka kërku, unë kam thonë që do ta kemi një pikë të rëndi ditës me këtë çështje. Edhe një kohë do ta shpërzini, apo? Jo, ne s'kem përzi, dhe i thashë qikojnë. Qikojnë më vonë. Urna, përfundoj e danë shumë shpejt. Është i lidhur me pikërisht me këtë rast, do të njëjta kompani që sipas kryetarit e ka përzi punë tek ndërtesë ka fituar një tender tash do të që përfundoj që e përurun rrugën në Jezerc. Prandaj cili është roli yt kryetar me siguru që këto kompani me cilat juve nuk i keni punë të mirë, i keni të përzinë e punë, në një mënyrë mos me i liju, me u kam përsëri fitues parave qytetarëve, megjithëse janë pjesëmarrës në këto projekte. Roli im është ky. Dhe veprojmë në bazën e ligjit. Ajo kompani, unë edhe sot nuk e di a ka qenë drejt apo nuk ka qenë. Gjykata ka me thjellë këtë punë. Ju e dini që procedura gjyqësore është në rrjedhë, se kjo çështje është në për gjykata. Unë gjykatës nuk e kam ndërmend me u përzi. Nëse ajo kompani del që është gabim, atë sigurisht që mund ta shpoll në ngrata. Kush e ka konstatuar? Jo si kryetari i komunit, që një pozicion me konstatuar. Po ti si mendon, na po të pyesmi ty, ti kryetari i komunit. Gjykata, me që ka marrë në gjykata, unë kam bën presion që më marr. Edhe me sa më shpejt me zgjidhje. Edhe danti dush me ditë që janë 3 shtylla, legislative, ekzekutive dhe gjykata gjyqësore. Unë e di këto. Unë e këto e di, po. Ja, me më fol. Ndërsa, ai tender që është marrë nuk është marrë prej komunës Ferizaj, ti di mirë, por është marrë prej ministrisë. A ke reaguar ti për atë rast? Unë nuk kam reaguar për shkak se kur di që kam me udhon aty. Kështu që nuk ti nuk ke informuar çfarë ndon qytetonin kryetar, çysh? Nuk e keni informuar. Po pse unë më përzi prokurimit atje? Po jo më përzi, do të më ditë kush vjen me të shtruar rrugë. Ti ministrisë caktuar. Ti do të më ditë kush vjen me të shtruar rrugë ty. Ti di që s'vëm përzin këtë punë. Almulena. Faleminderit jetë. Pikëstore bëllim edhe pak me çështjen e koncesionit të ndërtesat të spitale, duke se çka Bart Frangu dhe mbëshërimi kërkuan është të dihet se sa do të jenë humbjet e komunës në rast se kjo kompani e fiton kontestin gjyqësor, domethënë kundër komunës. Çka do të humbë komuna, megjithëse e dim që vlerësimet e ekspertëve të komunës nuk janë të njëjta vlerësime me ato që kërkon dëmshpërblim kompania Benicom, e cila domethënë është një kontest gjyqësor. Kjo është çështja e parë. Ndërsa çështja e dytë, e cila është shqetësuese për neve, edhe na intereson shumë të dimë një përgjigje të saktë nga kryetari, është ta dimë në bazë të cilit vendim janë dhënë nga 100 euro për nënpunësit civil të kuvendit komunal të Ferizajt. Nëse bëjmë një matematikë të thjeshtë, afër 260 punëtorë nga 100 euro janë afër 26.000 euro. Ajo çka është më shqetësuese për neve, për festën e Bajramit. Veç që kam fola, hajde për hajrë, sa të kryetari. Hajde paç. Ajo çka është më shqetësuesja, pra po lidhme me çështjen e zyrës prokurimet, është shfrytzuar një kontratë tjetër me supermarketin Plus Market, një kontratë që ka të bëjë me elektromaterial, pastaj i vim prapë te ajo çështja e licencimit ose jo dhe te efikasiteti i punëtorëve të zyrës së prokurimet. Aty janë vetëm 4 punëtorë, 2 janë të licencuar e 2 nuk janë, që janë futur në punë gjatë mandatit të kryetarit Xhemajli. Po, vetëm ta përfundoj aty. Pastaj problemi është që këta persona të zgjedhur politikisht sipas disa reagimeve edhe të organizatës po edhe të tjerëve janë bërë shumë gabime. Në kontratën e cila është shfrytzuar pikërisht për këtë rast të dhënies nga 100 euro për nënpunësit civil, kontrata është për elektromaterial, pastaj është një ETJ në atë kontratë, e cila kalon domethënë hapësirë që këta punëtorë të marrin 100 euro vlerë ushqim në një supermarket i cili gjithashtu ka lidhje pastaj me një person që është zyrtar i lartë i Partisë Demokratike në Ferizaj, edhe tani deputat në Kuvendin Komunal të Ferizaj, zotrin Xhavid Zariqi. Kjo është çështja e dytë, pastaj vetëm të kaloj te një çështje tjetër. Ne kemi për punën e Bajramit, pse ka 100 euro për Bajram? Unë mendoj që kemi pru drejt që ja kemi dhonë, vetëm jo, vetëm punëtorëve komunal, po edhe punëtorëve të arsimit, në vërtet punëtorëve që teknik në arsim, që kanë met as me sherë, as me barilev që thujnë,
kanë me tas me ministria ashtu që kërkush. Po kemi vendosur për shkak punëve që bojnë, se punëtorët që kanë punu inspeksionit detenat, që nuk është nol, edhe që ka po sukseset veçanta dhe që është zakonshme, besoj që prej mas shërimit tek ne s'ka po aty të kërkush. A unë me leje, jo më në shqyshja. Nuk jam të i falë ato. Në basë ka kriteri. Që në basë kriteri jem të jallon, jo të javë falë, tjetra, ata punëtorë që kanë punu gjatë verës, pa orar, për punëtorë që janë për diasporës, dhe ata që kanë mbledhë finansa 60% ma shumë se sa të tjerë, që kanë grumbullu të hyra, edhe kanë bo punë vërtet madhe, do të në stimulim se një rrugë 130 dhe 150 kush gjanë që mja thënë. Konsideroj që kemi vepru drejt, edhe e kemi bo pikrisht për atë dhe unë kam marrë vendim. Albulen, vazhdo. Urna. Kryetari, jam pyti afër 26.000 euro, nëse ka edhe ma shumë që na nuk pëdina ata kështë ma shumë. Edhe rrët 200 vetë dhe tjerë që thash që kanë qenë punëtor teknik, aty pojnë dikun 20.000 euro. E pse nuk është shku më një procedur të regullt atër, po e kështë shpëzu një kontrol që është lidhë për krejt diçka tjetër, kryetar? Të regull, unë e di që këtë regull është bo. Jo, kryetar, kontrolata t'lutna, kontrolata me plus marketin është për elektromaterial, jo këtu e kam. Nëse dënë me po. Kjo mund, nuk po ta muhej që së është ta është, po nuk e di që është boni kontrolë që nuk... A nga morë shema elektromateriale me të kryetar. Nuk e di. Po. Në regull, vazhdo me një qështje tjetër. Qashtjen e fundit? Po, një qështje tjetër që neve për nga brengos shumë, me gjithë se përgëzimet tona janë për lirimin e hapësirave publike, është me një konkurs që është kap javën e kaluar, që lidhet me mëremetimin e proskave, përkatësisht një rëndek të bifurkacionet, si pas projektit, do më tonë, kjo degi bifurkacionet pasaj do të futet në gypa edhe mund të përzihet me kanalizëm. Se po ndodhë kjo kryetar, a nuk ka një zgjidhje tjetër, apo ku qëndron probleme? Unë mas fare nuk e di që është të lidhë një kontratë e tillë, për që të punë që po thote, konkursi po jo, për me i përzi që të gjëra, për me i tillë, jo me i përzi. Kështu që unë nuk di çka ka këtu kontestuese. Sinqerisht për ju them, edhe zbesoj që ka që ashtu që po thote. Kryetari të den debati, pa informum për disë. Jo, nuk është problemi pa informum. Unë jam, shumë informum jam. Po nuk është ashtu që ka me përziqa, po që ka me uktirë. Përziqa ka ndodhë edhe kur është fut një pjesë tjetër, degës bifurkacionit në rrugën ati të rruga e Varoshit, ose përkatësisht të rruga Pazare. Shko pyti banorë të regojnë që ato gypat kanalizimet janë përzime rjedhën e uje. Po që ka konstatu që atëru? Shko pyti banorë që rinë e në nuk është mirë me umorë me fjallë rrugëve, po me umorë, nëse ka thonë, nëse i ka thonë instituti, që është për këtë qështë, që unë e kam pyet institutin, se unë shqecimet e banorëve, jashtëzakonisht e respektoj, e kam thirr Sulejman Topallin, edhe i kam thonë, këto që thuan, kështu që po thuan në për televizione lokale e tjera në për Shtyp, a janë të vërteta? A më ka thonë që janë të vërteta. Ata shpollë gjendje të zakonshme. Ka thonë nuk është për shpollë gjendje të zakonshme si që është emergjente. Si që kam shpollë për shembull për repopien e Ezersit, edhe kemi ndërtu. Unë shqetësona shumë, po jo me fjallë zë koshe pëse i kujtojt e opozitës, me i organizu, që me organizu një 10 vetë, 15, dini pak, prishne. Dhe ju i keni organizu një 10-15? Absolutisht, i kam organizu që ka, alo, pëse s'ka nërë tjertë, ma si pas organizuun, pëse s'ka nërë tjertë, partive tjera, pëse s'ka nërë. Që ati për 10-15, kjo orë... Zëtë Alili s'ka folë për LDD-s, urnani? Falemderit në jeta, një përshëndes për organizimin e këtij debati. Unë i kam disa çështje që do të shpreh, besoj që do të kem mundësi. Urna? Në një mos përfundim i sjellset në fshatrat Softa e Pojat, janë dy fshatra që realisht donacioni ka përfunduar, edhe donatorët i kanë kryer fund, i kanë kryer punë edhe komuniteti po edhe komuna në atë aspektin financiar. Mirë po për shkak mos kryerjes së punës nga ana e komunës, ato janë dhe nuk funksionon në sjellje, që realisht më mendoj se Kuvendi komunal nuk e ka kryer punën e vet rreth caktimit vendit, caktimin e ka bërë, nuk e ka bërë vendosjen e
trafos elektrike dhe ende nuk është funksion ujësirëse. Gjithashtu kemi probleme edhe me grupin e 6 shotrave, disa për tyre ende nuk e kanë përfunduar çështën e ujësirës, sepse ai donacion është dikon për vitin 2004 ka filluar si projekt. Pastaj kemi rastin e dhënjes të nderit për 8 rrugë kompanisë Eurofames. Dimi dhe gjithë që është dhënë nga Ministria, mirë po megjithatë unë mendoj se Kuvendi Komunal ka qëndosh të ketë shansin të drejtim për arsye se 8 rrugë që pritet të përfundojnë dhe me 15 nëntor, është shumë vështirë të përfundojnë edhe unë mendoj se vërtet as shumë punim. Për juve ekzistojnë dyshime që pse e njëjta kompani po i merr 8 rrugë? 8 rrugë, po. A bën më në përgjigje si të? Po si në dush po përgjigjemi, ju këte po e kërkonim. Po fillojmë bisaj. I ka dhënë Ministria e Transport post telekomunikacionit të njëjtës firmë që s'kam qenë i lumtur e kam deklaruar edhe para gazetarëve dhe gjithë tjerë. Unë s'kam çka bëj, nuk jam i lumtur. Ju them sinqerisht. I kam dhënë, kanë dhënë. Se kanë kry punën mirë ata? Jo, janë të kry punën mirë dhe me shpejtësi, po një firmë ka shumë, unë kisha thonë që ndoshta po. Kam lypë edhe shpjegime, kanë thonë që... Firmat Ferizaj që na kanë qu pyetje pse veç asaj e jo edhe firmave të mrena qytetit, ka? Pse është mirë me ju drejtu Ministrisë Transportit post telekomunikacionit që mu më kanë shpjegu që kanë kërku shpjegime, se po s'kam qenë i lumtur, kanë thonë që e vetë mjatë që i ka plesu mas miri është kjo. Kjo përgjigje ka qenë... Më sa të zi punë, ka thonë. Edhe, jo, unë po them si që kam kërku. Unë qasje nuk kam qef fort me pas, që kanë pas disa tjerë për para me qasje, që zdo kun me u përzi, ata kanë punë të vetë dhe përgjigjin për atë qështje. Për këto të minjët përgjigje mund. Ka dhe qështë e tjera që ju tha, po që dëni unë mund t'ju, po... Ylber Hajredini nga fshati Komoglav, thot si do të kompenzohen 300 orë të anglishtes që kanë humbur nga fillimi i vitit shkollor në shkollën e Komoglavës për shkak të negligjencës së drejtoratit për arsim të Ferizajt në zgjedhjen e arsimtarit të anglishtes. Çfarë orë tha? 300 orë si. 300 orë të anglishtes. Se dhja kanë mujtë më botë 300 orë në kretë Komoglavën anglisht më dhonë, po nejse... Jo, deshta të them që konkursi është përsërit për anglisht në Komoglav, edhe për shkak se s'ka pas njerëz me kualifikime që kanë konkuru, arsimtar. është bon përsëritja, njëjtit njerëz prapë kanë konkuru, dhe janë detyru me pranu njëjtit njerëz. Është e vërtetë që kanë humbë, mund vje keq që kanë humbë, po çështja është se është ripërsërit konkursi për shkak të kualifikimit. Do të thonë se kanë humbë 300 orë. Nuk di se nuk, po më duket se shumë. Po mesën te fshati i njëjtë, sepse ka shumë disa pyetje po i marr që keni investuar në fshatnat që kanë votu për PDK-n e jo në disa tjera që s'kan votu për PDK-n. Fshati Softaj thot ju e keni largu nga projekti fushën e sportit në vlerë për 20.000 euro në fshatin e tyne dhe latë për fshat pas një projekt investoni në projekte kapitale mbi 300.000 euro për shembull në kanalizim në Komoglav, sepse jeni të aty, apo bëni njëjtë si pa i Grainca i cili pati ndërtuar kanalizimin dhe asfaltimin në rrugën e fshatin Cërnio Pikajt Vikaj. Jo, s'po bëjmë njëjtë. Se unë i kam të regu prioritetet në kështu, në një është qyteti, në dy është fshati më i madh Greme, që ka me përfitu ma shumë se fshati janë, në tre është fshati Komoglav, që në fshatat më të mëdha që i kanë 6-7.000 banor, dhe sigurisht që investohet ma shumë, ku ka 6-7.000 banor, sa që i ka 300 banor. A është bëhet asfaltimi rrugës 28 nëntori se drejtori i drejtorisë për planifikim e zhvillim banon aty? Absolutisht nuk është bon për atë. Jo, a? Drejtorët ka plot që s'kan asfalt dhe nështë edhe një kohë s'kan një pas. E ka marrë një kthesë, e keni bërë rrugën e një kthesë që çon drejt e shtëpia e drejtorit, Ibrahim Hasanit. Drejt e shtëpia vetë. Na do ta shesmi, jo drejt e shtëpia ti, po kemi qit deri në asfaltin qendror. Po mas pari e keni qit drejt e shtëpia e drejtorit urbanik. Jo, ka shkuar shumë lart se ajo, po nëse tash ka drejt me anku. Nështë drejt e shtëpia ti s'u shku. Nështë u shku. Se di veç, ka mundësimës me shku se zakonisht njerëz që janë knoqur nuk ankohen fort për tjerë. Pikësisht përqendra më korrekt me audiencën dhe me biseduesin tu, duhet referohem raportit fundit të SBE-s, i cili e njeh përparimin që institucionet e Kosovës kanë arritur në zhvillimin e institucioneve demokratike dhe strukturave administrative. Në veçanti të nivelit komunal. A keni pyetje? Nëse s'keni pyetje? Për pyetje. A keni pyetje për ndaj çështje? A keni me ngrit?
Desha të të shqetësime që u paraqiten këtu qoftë nga opozita apo shoqëria civile. Unë nuk dua ty në vërtetësinë e tyre, por do të them se gjithë ato, nëse i marrën që të mërqena kanë një ndrus për bashkët, është se her pas herë shfaqen dobësi në mekanizmat të cilët i ndreqin shkeljet eventuale që pretendohen tjenë. Domethënë her pas herë këto mekanizma ose mund të them se njerëzit, ata palë të dëmtuar, nuk kanë shumë besim në këto mekanizma, apo këto mekanizma qoftë për këto shqetësime që paraqiten këto, domethënë procesi ankimimit ose se kujt duhet të drejtohen njerëzit për këto shkelje të supozuara ose Faleminderit. Zotënia Alili po kërkon me përfundu, urdhani, përfundojeni. Shkurt. Është një rast i dhënies së tenderit për rregullimin e parkit kompanisë Europark, në bazë të informacioneve që kemi, ajo kompani nuk ekziston, nuk ka mekanizëm për kjo në punë fare, do nuk është marrë parasysh gjendja momentale e saj dhe është e përgatitur ta kryej këtë punë. Kryetar, veç pak pse u urdhon kësaj kompanie që po thuhet që nuk është përgatitur? Unë besoj që mbi bazën e performancave që i kanë pasur edhe është dhënë, po një di që ka qenë shumë më e lirë se tjerë. Më e lirë. Po. A ka qenë më e lirë sipas jush? Më e lirë po, mirë po kurse plotson kushtet në aspektin e ka shkuti procedura. Nuk është procedura. A ka pas tender, a ka pas transparencë? Tender po, mirë po ajo nuk ka pas mekanizëm që do t'i kryej. Askush është ankuq ato e di. Okej. Edhe diçka kam. Përfundojeni. Një prej premtimeve të kryetarit ka qenë që nëse zgjidhet kryetari do të banojnë Ferizaj. Tash nuk banon kryetarin Ferizaj, banon Prishtinë dhe buxheti komunal dëmtohet për 100 kilometra çdo ditë. Se ta pritet A bën me mazjet pa del me këtë respektin, nuk e kam premtu. Sinqerisht, kam respekt, nuk kam premtu. Edhe kanë thonë disa herë më vje keq që s'mund të banoj. Po nuk po du me bo patriot me që ta banez, 3 net banen Komogllov, 4 në Prishtinë. E kam gruën punë, i kam fëmijët, e kam një fëmijë që ka zonë vend në 4 në buhet piano, si ta di baleta në Itali, nuk du me pru e mja up krejt perspektivën përka se po bonë një farë patriotit. Na e kuptojme, unë e maj regullin punë. Ligji për veçëndrimin lokale, njeni 56.2 thot, posti kryetarit përfundon nëse ndron vendbanimin në një komunë tjetër. Jo, se në rrugë vendbanimin. Unë i Komoglovës jam edhe 3 net në Komoglovë, po 4... Buxhetin që dëmton që po të komunës të udhëtu? Kur far buxheti sa, realisht për ju thëmë kjo banale, se ajo 100 kilometra për arzit o ngrit edhe për fara. Jo, banale është. Nësë qofë se unë e punoj që tu një 3-4 mëtër mesatarisht, nështë edhe 5 mëtër, e shkoj flajnë Prishtinë, unë se di që ka këtu për mund ngrit, për ne, që është qashtje juvesh. Përfundoje. Një dobësi që është vërejtë kuvendin komunal, është mëskëlstimi gjitha komiteteve, që realisht kemi vetëm një komitet që është funksional, komitetet për politikë dhe financa, komitetet njëra janë jo funksionale, 2 janë shpejt, janë kohët fundit janë konsumë, mirë po 4 komitete jo të përreshme që vërtet të ndihmojnë punë në kuvend ato ende nuk janë të konstruara, edhe pse janë themelun, dikon shkort, mirë po janë jo funksionale. Se janë funksionale dhe 4 komitete? Ka drejt Zoti Alili për këte, ka drejt naturisht pjesërisht, për shkak se 3 janë të konstruara, 4 jo, që nështë në kemi neglizhu, është një neglizhense jona, për faktin se edhe po ndrojmë që 2 herë përpjekje për me u përshtat 2007 për 30 regulorës dhe tani ligjit, dhe këtu pak me që e ndrojmë, do të thotë kalum në legjë, tash bon statut i ri, regulorja reje tjera, jo, ka që të shumë keq është interpretu në fillim, se nuk është 2 muaj, po është 6 muaj, do të me bon statutin, shkru në leqë shumë mirë. Veç nuk është mirë me lezionin nënë që të në fillim atje që në qovë se për herë parë formuot kuvendi komunal, edhe në qovë se në rodë gjatë rrugës, 6 muaj, dhe në 15 dhëtor, unë me lezë jam nëse se në rej. Zënja Lubishtani, urna? Kam dëshirë pak të ndrojmë kajnë i bisedës, por me gjitha kjo është në temin e juaj. Pyetja për kryetarin është, gjatë mandatit tuaj, me që keni trashëguar një anomali në strukturën gjinore në organet të udhëheqëse, a ekzistojnë disa mundësi ndoshta minimale që të avancohet pozita e gruas në komunën tonë dhe të kalon kufin gjinor. Sepse vetëm një shkollë fillore, po flas në lëmin e arsimit, vetëm një shkollë të mesme udhëheq një femër, vetëm 2 shkolla fillore udhëheqin 2 femra, vetëm
Një institucion shëndetësor tash e udhëheq një femër dhe 2 drejtori i udhëheqin femrat e më shumë nuk di. Kryetar. Unë e kuptoj shqetësimin e zonës Mexhide, që është i drejtë, po nuk jam unë me një automatizëm, Allah unë mikë që 30% femra në parlamente me që u kështu. Unë jam që me vlera të shkot... automatizmi kena Allah Gjemail që... Gjemail që është me vlera me shku për para. A menoni si femra me vlera me shku. Jo, kanë vlera. Jo, kanë vlera, po do të me konkuru, do të me qenë më rezistente në kuptimin e luftës që do të bo në aspektin e avansimit të gjinisit. E qka keni bo ju që me inkuraju atë konkurent? Po ne kem bo ato që kem mund me bo. Qka? Unë e kam një drejtore shkëllqyshme që është në pushtetin lokal për... Gruja e nën kryetarit PDK-s, apo? Jo. Jo? Nuk është. Jo, kjo nuk është. Kjo është ende e pamartuar, është zënjushe e zënë. Po. Urna? Edhe... Takshiri është to, ka orda jos. Po qeku të ko. Urna, do me plëtsu zënja... Vetëm pakës? Vazhdoni. Po ta dëshirë me pyet kryetarin nëse gjatë mandatit të kaluar, derisa Lidykeja ishte në pushtet, kemi pas ndoshta një luftë mendimesh të them me gjinin e kundër për shkak disa posteve udhëheqëse. Pikërisht është rasti i udhëheqësisë së shkollës së re Tani Ahmet Hoxha, me drejtoreshën e re dhe me ish drejtorin e saj Ahmet Gajtanin. Dhe se duket pas shumë debateve televizive ashtu kohë, femra Friza Jos është step pak, është ngurur, ndoshta është dal, se nuk e ka përkrahjen as sa duhet nga gjenia më shkollore. A e ka tash përkrahjen kjo femën me marrë drejtorin? Edhe pse ka konkurruar edhe për herën e dytë për zëvendës drejtoresh në shkollë nuk është dhënë mundësia. Sipas jush, a i ka krejt, domethënë a i ka kvalifikimet? Sipas me kualifikimet e saj mashkull. Udhëheqëse dhe morale i ka, e një dy qytet është Tadi Hoxha Sharkaxhiu, po, por fërkimet e mëdha politika së kohë dhe fërkimet gjinore kam vetëm dhe... është me njënën. A qenë ka me parti? Nuk di. A qenë ka me partinë e juj për që atë s'ka me marrë? Jo, nuk është pëse është me partinë tonë. Unë nuk e di që është në saj fare, jo dhe po ndëgjoj këtu. Ma erët kjo po thotë, kjo po dhe ma erët, po ka mu se nuk ka vesh, për dhe kjo edhe Lidykeja ka dhe parti tjerë. Upo, për vëzënjesh pytja fundit nga Ramazan. Nëse më do të më boni pytjet fundit, është me të vërtet, kryetari me nga të regu qëfar do të bëj për me përmirësu kushtet në 2 shkollat e mesme në qytet, shkolla e mesme bujqësisë dhe ajo teknikës, ku ka me të vërtet edhe mësim dhënja, nuk është cilësore, për dhe kushtet jenë shumë trona. Mirë po, jenë edhe 2 çështje në aspektin e tenderave. E para do më pisëm shumë shpejt. Gazetu shpallur për shembull për asfaltimin e rrugës Katrizeka, që tenderin e ka fitu kompania Bageri, kurse kontrata është nënshkruar me ekskavatori. Tregu i kafshëve është mbyllur pa e rregulluar tregun paraprak, gjë që ka dëmtuar, do të thotë supermarketet. Edhe i lutëm kryetarit që ta ndaloj atë që drejtorët e ekzekutivit të bëhen kryetarë të klubeve sportive, sepse unë konsideroj që kjo është gjithashtu dhe një lloj konflikti interesit. Na vjen keq që ja vjekmi privilegjet, mirë po është të tillë. Bozën e shkaj konflikt interesi, apo e di. Bozën e shkaj. Është do të të dhënë bos ligjet, sepse angazhimi i tyre dëmtohet, angazhimi i tyre. Unë kam punuar çast gjë që kam për unë nuk e di që është. Jo, që unë ta shpjegoj, Angazhimi i tyre 100% është ndaj ekzekutivit të komunës. Duke qenë kryetar të klubeve sportive, ato ndeshën me interesa ekonomike të klubit, gjë që mund të dëmtoj juve edhe punën e qeverisë. Ne supozojmë që mund të ketë ndaj konflikt interesi, po ligji s'e ndalon. A duhet ata me qenë udhëheqës klubeve? Po nuk e ndalon ligji. Nuk e ndalon ligji. Na përkundrazi. Përkundrazi. Për një krizë të ekipit kem dashur me ndihmu ato përkohësisht të shku, nyshi ta mkomb atë, edhe ne kemi investuar në kuptimin tash është në vendin e 7, mos gabosh, saktësisht. Po 6 po sa. Për asaj që ka mund me
përpsu shumë keq, kjo ka ndodhë, për ndryshe nuk ka konflikt interesit mbi bazën e ligjit, mbi bazën e supozimeve tjera, janë diçka tjetër subjektive. Faleminderit për debat edhe për sukseset që i keni arrit deri tash. Kërkoj falje për gjitha ata pyetjet e cilëve nuk mujtëm me i dhanë këtu. Mirë po, i falenderojmë dy partnerët tanë, GAP dhe ATRC, që mundësun realizimin e këtij debati deri në komunën e ardhshme, natën e mirë.